wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahun e falenderojmë. Sot kemi takim me një hadith tjetër, gjithashtu jo të panjohur, është hadith që e kemi dëgju edhe në të kaluamën shpesh herë, hadith I cili na motivon edhe na nxit ka plotësimi dhe përsosja e imanit ton, hadith I cili na thret në përmirësimin dhe rregullimin e çndrimeve tona dhe jetësimin e dashurisë për Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam. Sikur hadithin e javës të kaluame, nëse e keni marrë në mend, nuk ka besu askush prej juve përderisa vllaut vet të mos ja dëshiroj atë që ja dëshiron vetës. Atë hadith e shënon e transmeton Enes ibn Maliku, Allahu qoftë I kënaqur me te. Edhe këtë hadith e transmeton prap Enes ibn Maliku. Enesi është një sahabi I cili kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi në Medinë, ishte shumë I ri. Enesi ishte 9 apo 10 vjeçar, edhe prap një 10 vjet tjera e shoqëroi shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, I shërbeu atij, edhe si rrjedhoi kemi një pasuni, një bagazh të madh të haditheve që I transmeton Enesi. Është një prej transmetuesve të shumt të hadithit, krahas Abu Hurajras, Abdullah ibn Omerit, Aishas. Aty është edhe Enesi, aty është Abdullah ibn Amr ibn al-Asi, Allahu qoftë I kënaqur me të gjithë. Në këtë hadith cilin do ta trajtojmë sot, e cilin e transmeton Enesi, qëndron se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Prap fillon me nuk ka besu askush prej juve, përderisa unë të mos bëhem ose përderisa unë të mos jem më I dashur tek ai se sa prindi I tij, fëmia I tij dhe të gjithë njerëzit në përgjithësi. Çdo përfundon hadithi, çdo përfundon e thënia e famshme e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam e mohon imanin e plot, e mohon të qenit besimtar si duhet, për secilin njeri I cili në shkallët e dashurisë që ka, nuk e ka në krye të listës pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prej krijesave është fjala, prej të gjithë njerëzve që I don mas shumti, në krye të listës, në radhë të parë, do të me qenë pejgamberi alaihi salatu wassalam, edhe nëse kjo renditje bëhet kësaj, atëherë dashuria është në rregull, edhe dashuria është fryt I imanit të mirëfillt. Fryt I bindjes cilën do të me e pas besimtari, me cilën do të me u eduku, edhe me cilën do të me e rregullu jetën e vetë. Këtë hadith, na si besimtar, edhe e kuptojmë, edhe e përjetojmë shumë natyrshëm. Dikush me e këshyrë prej jashtë mundet me thonë, qysh me e dash diken ma shumë se nanën edhe babën, ose qysh me e dash diken ma shumë se evladin, qysh me e dash diken ma shumë se realisht mundet dikush me e pas një dashni edhe një konsiderat për ndonjanin prej njerëzve që ndoshta I duket çuditshëm me e shtit diken tjetër në vend të atij personi të dashur. Megjithatë, kur e kemi parasysh se dashnia, sidomos te besimtari, duhet me qenë e organizuar në bazë të, ose e arsyetuar, më mirë me thonë, në bazë të përfitimit, edhe në bazë të hajrit që I shihet. Atëherë, besimtari e ka shumë të qartë se kërkujt prej njerëzve, nuk ja ka pa hajrin ma shumë se sa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këte e konfirmon edhe Kur'ani famall. Allah I madhëruar thot: En-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Pejgamberi është më I dashur edhe më I afërt për besimtarët se sa vetvetja e tyre.
për arsye se për një mend askujt në këtë jetë nuk ja shohim hajrin, prej askujt në këtë jetë nuk kemi përfitim edhe dobi, ma shumë se sa prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ai fizikisht nuk jeton në mesin tonë. Në ndajnë 1400 e sa vjetë prej kohës kur ai bekum ka jetu, mirë po me mësimet e tina na e besojmë Allahon, me mësimet e tina na e adhurojmë Allahon, me mësimet e tina na e organizojmë jetën tonë, e rregullojmë besa edhe sjelljen tonë, edhe raportet tona me njerëzit, edhe kur e kemi parasysh se çfarë mësime të vlefshme, edhe të dobishme, edhe të rëndësishme na kalon, atëherë s'ka qysh mos me e dasht njeriu, madje s'ka qysh mos me e dasht mas shumë të një jetë. Dhe padyshim që ata që kanë jetu me te, sahabët, pra ata që kanë pas nderin edhe rastin me e pa dhe me e taku, ata e kanë dasht edhe e kanë shpreja të dashni. Jenë konë gjendje me u sakrifiku për te. Me pas lyp nevoja, u konë gjendje ndonjoni për e tyne, me edhon jetën për me mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mos të flasim ma që krejt që ka kanë pas me gjithate, i kanë vu në shërbim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, respektivisht në shërbim të misionit ti, edhe të punët që ai ka ba. Omer radiallahu anhu ka orë në transmitim se i ka thonë, ja Rasulallah, pasha Allahun unë ty du ma shumë se babe, nane, se evlade, vlajë, motëre, këtë që ka kam. Veç vetën e du ma shumë se ty. Edhe Omeri kur ka thonë veç vetën e du ma shumë se ty, si mas gjitha gjasave nuk e ka menu shumë, çka du me thonë kjo me e dasht vetën ma shumë se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, deri sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka thonë Omer, jo, nuk jenë regull, do shmu me më dasht ma shumë se vetën. Edhe Omer unal ka mendu një qast dhe ka thonë pasha Allah një Rasulallah, sahi, e vërtet është, edhe ma shumë se vetën du, e qëta është të ki në regull këtë punë. Për arsye se në ato në dim, Omerin mes tjerash, e ka kalu një pjesë tjetës në rësirë, në humbje, në lajfitje, edhe janë pikrisht mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato që e kanë nxjerrë në dritë, edhe e kanë bo që ashtu të shokon Omer, respektivisht e kanë bo një rob të Allahut i cili duke qenë gjallë, është përgëzu me xhennet. Kur përmendën dashnia për prindin, për fëmijën, edhe për njerëzit. Do më thonë 3 kategorit njerëzve përmendën në këtë hadith. Dashnia për prindin është dashni e përzime me respekt. Dashnia për fëmijën është dashni e përzime me mëshirë. Ndërsa dashnia për njerëzit tjerë në përgjithësi është dashnia e përzime me emocion. Emocioni është dominant të dashnia në të gjitha aspektet, mirë po qëllimi është që arsyet pse njeri e don dikon është ose respekti i madh, ose mëshira e madhe, prindja dhe fëmia bojnë pjesë këtu, ose përfitimi që i lidh njerëzit edhe si rrjedhojnë njerëzit duhen edhe respektohen ndërmjet vete. Te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të trija këto takohen. Edhe respekti, madhërimi në shuazat njerëzores, po edhe dashnia e mëshirës, po gjithashtu edhe dashnia e nxitun nga përfitimi, pse mos me thonë edhe interesi, për arsye se me e dasht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, megjithatë është vepër e madhe, është virtyt edhe është vlerë. Po me e dasht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi duhet me e dashmu edhe në praktik, e dashnia ndaj pejgamberit alaihi salatu wasallam, mas miri konfirmohet dhe manifestohet duke e ndjekë dhe duke e pasur rrugën e tij. Allahu i madhëruar thot: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah." Thuaj nëse e doni Allahun, e jani mas meje, ecni rrugës time, kam ju dasht juve Allahu. Në kuadër të kësaj do të më e dasht edhe rrugën e tij, do të më i dasht edhe veprat e tij, edhe virtytet e tij, edhe gjithë ato mësime e udhëzime që ne si tansi i quajmë sunnet, pra shteg ka ecë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kësaj me këtë mënyrë të dashnisë, me këtë dashni ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të plotësuar çështu, mësohemi pastaj edhe me dasht prindin, edhe me dasht evladin, edhe me dasht njerëzit në përgjithësi.
Pra një njeri i cili e don mirë edhe çysh duhet pejgamberin alayhi salatu wasalam. Ai edhe babën edhe nanën ka më i dashur më mirë se dikush i cili nuk e ka lidhjen me pejgamberin alayhi salam, nuk e njeh, nuk e don, nuk ka konsiderat për te, a kënej pretendon thotë unë e du babën, e du nanën. Po, është e natyrshme me e dashur babën e nanën. Është e natyrshme dhe njerëzore me e dashur vladin. Po ama kërkosh smunët më mirë me i dashur këta se sa ai i cili frymëzohet për mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah i madhruar na e mundsoft që me u gjind pikrisht në ato mësime cilat na i kalon pejgamberi alayhi salatu wasalam, me e rregullu dashnin, konsideratën edhe respektin ton, që shto qysh na ka mësu pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe në këtë formë e meritu dashurinë e Allahut fuqiplot. Allahu i shpërbleft për vëmendjen. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.